E thash që e ngatrojmë, po doja të filloja me juve, doktor Bujar, e ngatrojmë rolin, orientimin e bëjmë shpesh të gabushëm. E doja prej të dyve të dija konceptin, ku është ajo vija e mesit mes psikiatrit dhe psikologut? Shiko, dallimi fillimisht në studime është shumë i madh, po mandej fillon ngushtohet, vjen deri te ajo maja piramides. Do thotë psikiatri është mjek, e kryen fakultetin e mjekësisë, e kryen specializimin për psikiatri dhe merr titullin psikiatër. Ndërsa psikologu kryen fakultetin e psikologjisë, që në disa vende në shkencat humane, këtu tek ne është shkencat filozofike aktualisht, fakultetin filozofik, mandej specializohet dhe në moment kur specializohet, kur e merr titullin po them më mirë psikoterapeut, atëherë na bashkojnë të dyve në njëta pjesë. Detyrat, rolet, se nga një herë do thotë edhe popullata i ngatron, edhe kam dëgjuar shumë herë që thënë psikologu dhe psikiatri ndryshojnë vetëm që nuk ka drejt ilaç. Kështu, psikologu klinik, i cili del nga fakulteti filozofik, ai ka të drejtën e punës, për që ashtu, të bëj vlerësime të situatave, të gjendjeve, të bëj psikometri, matje psikometrike, edhe njëkohësisht të futet në hulumtime të ndryshme, në gjendje popullatës e tjera, ose të vazhdoj studimet akademike për me dalë profesor në psikologji. Në momentin kur fillon të mirët me psikologji klinike, ai do të jetë në një institucion fillimisht, e ka një orar caktuar, disa orë që duhet t'i plotësoj, dhe aty është në kontaktin e parë ta qyjmë me klientelën që shpreh problematikën psikologjike. Dhe mandej, do të thotë nëse i pëlqen psikologjia klinike, ai duhet të specializohet, të mërrin titullin si psikoterapeut, që në kuptimin mjekësor të bëhet ilaçi i psikiatrit. Në kuptim, se ne shkruajmë ilaçe, por gjithashtu çojmë edhe te psikoterapeuti. Ndërsa psikiatri mirret me problematikën, me çrregullimet psiqike, qofshin të lehta, të mesme apo të rënda, që dallohet nga psikoterapeuti, i cili mirret me të lehta dhe të mesme çrregullime. Mandej, dallimi kryesor është të diagnostifikimi. Për shkak se ne me mri në diagnozë do të bëjmë shumë analiza. Më thonë, nuk ka çështja që vetëm erë ne edhe u kry, edhe masi të kompletohen analizat, masi të bëhet ajo që quhet diferencimi i diagnozës, kur arrihet në diagnozën përfundimtare, atëherë fillojmë trajtimin. Dhe kur fillojmë trajtimin, njëra prej sugjerimeve tona është ta dërgojmë te psikologu. Pse bëhet kjo? Në Kosovë ndoshta është pak konfuze, njerëzit shkojnë te psikologu, te psikiatri, pa e ditë se kush është, mirë po në disa vende është rregulluar për shkak të sigurimeve shëndetësore. Më thonë, psikologu paguhet nga sigurimet shëndetësore kur pacienti delegohet nga mjeku. Nga mjeku, e qartë. Për ndryshe nëse shkon kështu atëherë, pacienti duhet të paguajë vetë.